askush nuk guxon të mbetet pengi procedurave juridike, ndërkohë kur kemi të bëjmë tashmë me 6 vite të thotë që të njëjtit persona mbahen paraburgim dhe shto dhe presionin politik mbi shtetin e Kosovës prej kur ka filluar të diskutohet kjo temë. Prej kur ka filluar dhe prej kur është miratu raporti, prej kur është miratu, Kosova ndodhet në defanzivë diplomatike për shkak të atij raporti dhe për shkak të shigjetimit të Kosovës, dyshimeve ndërkombëtare që janë krijuar mbi Kosovën. Këto pasoja diplomatike janë të jashtëzakonshme për shtetin. Ne sillim brenda një rrethi vicioz. Edhe për këtë arsye do të prej 2013 sa kur po bën prej 2013 Dikmarti sillemi brenda një rrethi vicioz duke u përballë me këtë akt akuzë ndërkombëtare. Me këtë prapë dhamë është dash që edhe ish përfaqësuesit politik që sepse unë jam i bindur duke u nisur siç thash nga intervenimi në atë shpallje e pavarësisë Kosovës, verifikimi dhe konstatimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se shpallja ishte në koherencë me drejtën ndërkombëtare, është krijuar një percepcion që ne jemi në rrugë të drejtë dhe fakti që kemi pasur këtë mbështetje ndërkombëtare, atëherë nuk ka nevojë më tepër të investohet mirë, po ja që ishte një fazë tjetër kur armiqtë tonë, sepse Rusia e Putinit nuk ishte Rusia e duket qartë që Rusia dhe Serbia kanë investuar shumë për ta mbajtur rrefimin për Kosovën shtet peng të bazuar dhe të krijuar me investimin perëndimor në një krim fondator. Kjo ka qenë investimi kryesor i këtyre çarçeve armiqësore, që shteti i Kosovës po ashtu nuk është produkt i vetvendosjes zhdëmtuese, siç ishte artikuluar nga drejta ndërkombëtare perëndimore, por i bazuar në një krim fondator, mënyrë që të cënohen parimet morale të shtetit të Kosovës dhe që të përdoret më pastaj për interesat e tyre gjeostrategjike të këtyre vendeve. Kjo është një betejë e madhe, deshëm apo s'deshëm ta pranojmë, kjo është një betejë e madhe historike, politike, diplomatike. Dhe siç thash në fillim, unë ajo që jam i shqetësuar këto që deklaron prokuroria normal, po më tepër mënyra qasja dhe trajtimi i trupit gjykues në këtij procesi.